Pasi dha lam të mirën e fundit Fatos Nanos, Gramoz Zoruçi u përlot, teksa e cilsoi si vëllain e tij dhe njeriun që reformoi Partinë Socialiste. I paruar kujtimi i vëllait tim dhe i kryetarit tim njëherësh Fatos Nano, si të parë si themelues të Partisë Socialiste, si i parë si reformues i Partisë Socialiste, si i parë si demokratizues i Partisë Socialiste, si i parë si transformues i Partisë Socialiste. Rektori socialistëve theksoi për çfarë do të mbahet mend ish kryeministri, lider historik i Selisë Roz. Dha dorëheqje të parevokueshme, duke i lënë të lirë forcën politike dhe gjeneratën e re, si i pari politikan që në demokraci është persekutuar 4 vjet. Arben Malaj, bashkëpunëtor i ngushtë i Fatos Nanos dhe ish ministër në qeverisjen e socialistëve, e cilsoi si njeri të ditur, e liberal dhe një shtetar veprimtaria e të cilit mbetet frymëzim. Dhe u fokusua tek gjëja që kishte më të domosdoshme në Shqipëria, që ishte paqja sociale. Spartak Brao, po ashtu protagonisti viteve të vrrullshme jo vetëm për politikën shqiptare, ndau vlerësimet për Fatos Nanon si lider. Kujtojmë çastet e mira dhe të këqija. Veçanërisht ato burgosjes nga regjimi fashist i Sali Berishës. Përfaqësues të opozitës ju bashkuan ceremonisë së lam të mirës për 3 herë ish kryeministrin dhe liderin historik të socialistëve. Sali Berisha e përcolli transmetimin në rrjetet sociale, ndërsa përfaqësues të Selis Blu bën homazhe, mes përfaqësuesve të politikës dhe Lulzim Basha. Pasi i bën homazh, Agron Duka tregoi miqësinë me Fatos Nanon. Fatmir Mediu e vlerësoi si politikan të tolerancës. Kush është atlet, dikush ka trupin, dikush ka ëndër ndarë që të vetë. Një kundërshtar me cilin kur debatoj patjetër që duhet mendoj thellë. Figur kyçe e tranzicionit shqiptar, e cilsoi Edi Blushi si përfaqësues i partisë së drejtuar nga Ilir Meta. Qëndrimet e tij të lëshojnë pushtet për të ndërtuar shtet. Dhe se organizimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është mirë i rëndësishëm. Qytetarët vlerësuan se Fatos Nano do të mbahet mend si njeriu që bëri epokën me Partinë Socialiste.